intensive. Në rrafshin politik shikojmë që ka një mungesë të qartë komunikimi dhe edhe fakti që vetë vendet europiane u lanë në hije të plot në raport me nisjen e luftës dhe sikurse u pa edhe me objektivat që kërkonte të arrinte Shtetet e Bashkuara nëpërmjet këtij operacioni kundrejt Iranit. Mendoj se mesazhi politik po reflektohet edhe në diskutimin e gjerë, shikohet në qasje që ka popullsia në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vendet europiane, ku ka një skepticizmi në rritje në raport me marrëdhëniet transatlantike dhe që për fat të keq mendoj se është e dëmshme si për vetë interesat e vendeve europiane edhe për vetë interesat e Shtetit të Bashkuara, për shkak se pavarësisht këtyre ndasive, pavarësisht këtyre qasjeve të ndryshme që mund të kenë specifikisht kundrejt Iranit në këtë rast, interesat strategjike dhe interesat e sigurisë janë jashtëzakonisht shumë të ndërlidhura ndërmjet tyre. Por nga ana tjetër, padyshim Trumpi e ka shpresuar shumë gjuhën, shumë më shumë se çka që më parë ndaj partnerëve europian, por edhe partnerëve të NATO-s. Shumë shtete kanë thënë që kjo është një luftë e jotja. Pra nuk është luftë e jon. Janë përgjigjur me një ndërmonedh se si Trump po përgjigj për luftën mes Ukrainës dhe Rusisë që kjo nuk është një luftë e jon. Çfarë impakti mund të ketë kjo sjellje në sjelljen e SBA-s në Ukrainë? Për fat të keq që kemi parë tashmë që ka filluar të reflektohet qoftë me tërheqjen e një pjesë të sanksioneve ndaj Rusisë, me disa licenca speciale që lëshohen për një periudhë caktuar. Duke pasur si synim stabilizimin e të tregut të hidrokarbureve, por që i ka dhënë një lishmëri të madhe Rusisë për të rritur të ardhurat dhe për të vazhduar financimin e një lufte vrastare kundrejt sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Është një fatkeqësi për shkak të kostos të madhe që i shkakton mbi gjitha popujt të Ukrainës, por edhe në rrafshin e sigurisë europiane është një kosto e madhe e cila reflektohet pikërisht tek ky moment i ri për Rusinë, kur gjendje përpara një fakti të krye, përpara një status quo-je e cila ishte problematikisht ushtarake për Rusinë, por nga ana tjetër edhe në imazhin publik, edhe vetë brenda territorit rus, shikoj me një skepticizëm në rritje. Për fat të keq kjo situatë e re gjeopolitike, kjo situatë në të cilën ka një tërheqje të sanksioneve amerikane dhe pse jo shikohet nga Rusia edhe si një mundësie për të ushtruar presion ndaj Shtetet e Bashkuara, për shkak se Rusia ka një bashkëpunim me Iranin, që shikojmë mbi gjitha goditjet që ka bërë Irani në bazat e ndryshme, në radarat e ndryshëm amerikanë në rajon, në linjët e mesme, inteligjenca shpeshherë është spekuluar që e ka gjenezën pikërisht tek inteligjenca ruse dhe shkëmbimi i inteligjencës ndërmjet sistemit rus dhe sistemit iranian dhe kjo situatë është një situatë e nder për vetë interesat e Europës, për vetë interesat e Ukrainës, i cili është shteti i cili sulmohet në mënyrë drejtpërdrejtë nga Rusia dhe përpjekja që bën Rusia tashmë për të kapitalizuar politikisht në këtë moment të ri. Pikë edhe fakti që vëmendja nuk është fare më të çfarë ndodh në terren mes Ukrainës dhe Rusisë është në vend e gjirit. Kina në gjithë këtë skenar si është? Se nga shumë kush është menduar si le të themi përfituesja e gjithë kësaj situate. Është realisht apo jo? Si analizohet? Në periudhën fat shkurtër mendoj se ndjen një kosto të madhe për shkak se ka qenë nga përfituesit kryesore të hidrokarbureve të lira që vinin nga Irani, ka qenë nga importuesit kryesorë të naftës që vinte nga Irani, me kosto të ulët për shkak të sanksioneve amerikane dhe shpeshherë edhe i kryer në fshehtësi për shkak të përpjekjes së Shtetit të Bashkuara për të penguar çdo lloj transaksioni ndërkombëtar të Iranit që mund shkonte për të mbështetur regjimin. Në këto kushte ka një lloj destabilizimi të tregut të hidrokarbureve dhe e ndjen në sensin e fat shkurtër. Po në termin e fat gjatë? Në një sens më po pse? Në një sens të mesëm dhe fat gjatë, Kina shikon me interes luftën në lidhjet mesme për shkak se është një shfrytëzim i kapaciteteve. Kina vjen ta marrë naftën nga Rusia, se nuk ka një problem që ka bërë gjithmonë, kështu që. Po ka një rritje të kostos në përveç. E përballueshme. Ajo çfarë është për Kinën interesante dhe që besoj se shikon me interes është shfrytëzimi i kapaciteteve të Shtetit Bashkuar në lindjet mesme është një kapacitetuar flas për armatime të cilat faremir ishin pozicionuar edhe për të nuk e di sa ishte kosto ditore, paktën sa është llogaritë kosto ditore e një dite luftë. Shkon rreth 1 miliard pa llogaritë sot jemi 25 miliard minus. Dhe nëse flasim vetë për vetë kërkesat e administratës së zotit Trump detyruar Kongresit, është një paketë për 200 miliardësh e cila kërkohet të kalohet nga Kongresi në mënyrë që të vazhdojë financimin e luftës për të pasur operacionet.
Dhe në këto kushte, Kina shikon me interes pikërisht sepse dhe tërheqja e aseteve të cilat ishin pozicionuara në Azi, në vende partnere, në Kore të Jugut fjala vjen, janë tërhequr dhe zhvendosur në linjët mesme për këtë luftë. Sa shanse jep, ose sa lehtësi jep Kinës për të sulmuar Tajvanin të moment? Besoj se Kina tregon një lloj hezitimi në raport me Tajvanin, nuk është një shtyse me një hershme për të reaguar. Jo, situata aktuale. Por një situatë e tillë e nderë ndërkombëtare ku kemi vatra të rëndësishme konflikti në Europë aktualisht, në lindjet mesme, sigurisht i jep një avantazh Kinës për shkak se në fund të ditës thotë që mund tërheqja e vëmendjes dhe e kapaciteteve ushtarake të perëndimit është e zauruar në këto vatra konflikti dhe kështu që sigurisht i jep një incentiv më shumë për të ndërmarrë një aksion ushtarak i cili mund të ishte shkatërues për gjithë rendin e sigurisë në lindjen e largët. Cilat janë skenaret për nëse kjo luftë zgjatet, ky konflikt zgjatet? Se Trump thotë që lufta është drejt fundit, ka dalë data, mos gaboj, por atë askush nuk mund ta thotë, është gjë që ndodh në terren. Skenaret që fliten nga ekspertët e sigurisë dhe ata ekonomik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse kjo luftë zgjat përtej një muaj arritëm, tashmë po kalon 2 muaj. Ç'është ndodh? Ka pasur një hark kohor i përcaktuar në fakt i cili u spekulua, i cili më shumë në rrjetet mediatike, por që më pas u konfirmua edhe nga vetë përfaqësuesit e administratës së zotit Trump, që flitet për 4 deri në 6 javë si